Përshëndetje të gjithëve, drejt për së drejti, ky është edicioni i parë informativ i lajmeve i orës 8. Në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Besimtarët ortodoks festojnë Pashkët në katedrale Ngjallja e Krishtit, u mbajt mesha e ringjalljes në drejtimin e kryepiskopit Joan. Mijëra besimtarë morën pjesë në meshën solemne, duke ndezur qeli dhe përcjell mesazhe paqe, shpresë dhe besim. Klerikët ortodoks lutje për dashuri, falje dhe bashkim mes njerëzve. Pas 21 orë bisedimesh mes delegacioneve iraniane dhe amerikane në Pakistan për t'i dhënë fund luftës në lindjen e mesme, zëvendës presidenti Shehbaz Vance lajmëroi se nuk u arrit asnjë marrëveshje. Kjo ishte oferta jone e fundit, tha zëvendës presidenti, pa identifikuar pikat e mosmarrëveshjeve, por duket se nuk është arritur konsensus për pasurimin e uraniumit për të prodhuar armët bërthamore. Teherani thotë se bisedimet ishin intensive dhe i bëri thirrje Washingtonit të përmbahet nga kërkesat e tepruara. Shqipëria nuk ka probleme me furnizimin me karburant të avionëve. Autoriteti i aviacionit civil thot për Report Televizion se vendi mund të përballet me mungesë furnizimi vetëm nëse lufta zgjat përtej muajit maj. Sipas aviacionit, nuk po diskutohet as për kufizim të fluturimeve për të ruajtur rezervën e karburantit. Vetëm një ditë më parë, shoqata e aeroporteve të Evropës ngriti alarmin se ka vetëm 3 muaj rezerva karburantit. Autoriteti i mbikëqyrjes financiare nuk do ta rishikojë skemën bonus malus për sigurimin e automjeteve, pavarësisht se Komisioni i Ekonomisë në Kuvend ka kërkuar të rrisë shpërblimin për shoferët që nuk kanë bërë aksidente. Në vitin e parë të implementimit të këtij sistemi bonus malus, AMF thotë se së pari do të bëhet monitorimi i kësaj praktike dhe vlerësimi i efekteve në treg. Ivanka Trump, vajza e presidentit amerikan Donald Trump, është rikthyer në Vlorë pas vizitës që pati në muajin janar. Ivanka Trump priti dje në qytetin bregdetar dhe ka qëndruar në vilat qeveritare. Sot pritet të ketë takime me kryeministin Rama në vilën qeveritare në Dërmi. Nuk dihet motivi i vizitës së saj, por në fund të janarit Ivanka Trump zhvilloi takime me studio arkitekturore për projektin zhvillimor në ishullin e Sazanit. Qeveria shqiptare i ka dhënë kompanisë së bashkëshortit të saj Kushner statusin e investitorit strategjik.